Përshëndetje të nderuar kandidat të institutit KAF. Po filloj me pjesën e vestudimit të modulit kontabiliteti menaxherial, ku ky modul është ndarë në kapitujt e këtij libri dhe normalisht brenda këtij vestudimi do të bëjmë zgjidhjen e komplet detyrave brenda pjesës së modulit kontabiliteti menaxherial F2 dhe normalisht do të marrë shembuj praktik për secilin ligjërat, ku brenda platformës IKAF Global do të keni edhe pjesën e quizeve, ku pas çdo pjesës të ligjërata keni edhe pjesën ku mund të testoni aftësitë juaja për të parë se sa keni kuptuar pjesën e ligjëratës së modulit të caktuar. E trajtojmë si të hyra dhe kosto mallit të shitur. Nëse kostoja, pjesa e regjistrimeve që kemë bërë tek kontabiliteti i kostos, supozojmë që ka qenë vlera totale, ka qenë 15 euro, ndërsa me një mashtë fitimi të caktuar, shembull është 20 euro, dallimi mes këtyre dyja na sjell fitimin brut. Do të thonë që qëllimi i kontabilitetit të kostos është kalkulimi i pjesës së kostos së mallrave të shitur. Tash kemi disa pyetje në fund të këtij kapitulli, që normalisht keni praktikuar deri në fund të studimit. Pyetja e parë: kontabiliteti i kostos është një sipërbërëse e organizatës, kontabiliteti menaxherial apo kontabiliteti financiar? Normalisht është pjesë përbërëse e kontabilitetit menaxherial. Pyetja e dytë: cila nga opsionet më poshtme përfshin përcaktimin e kostos së një produkti dhe interpretimin e informacioneve të kostos? Kontabiliteti i kostos, libri llogarive të depos, regjistrimin e kostos, materialet dhe fuqisë punëtore. Normalisht kjo është pjesë e kontabilitetit të kostos. Koston variabile për njësi e marrim koston totale më të lartë minus koston totale më të ulët. Thyje për njësia më e lartë, do të thonë prodhimit, minus njësinë më të ulët të prodhimit. Ndërsa kostot fikse janë kostot totale në nivelin më të lartë dhe më të ulët të aktivitetit, minus njësitë totale në nivelin më të lartë dhe më të ulët, herë kostot variabile për njësi. Herë, do më thonë rezultati i kësaj formule lartë. Thot kompania prodhon një produkt. Për vitin 2017, prodhimi ishte 10.000 njësi me kostot totale prej 150.000 euro. Për vitin e ardhshëm 2018, buxheti është përgatitur për prodhim 15.000 njësi me kosto totale 220.000 euro. Kapaciteti i prodhimit të kompanisë është 12.000 njësi në vit. Nëse kompania të kalon kufirin e saj, kostoja e saj fikse rritet për 20.000 euro. Sa do të jetë kostoja variabile për njësi? Nëse shikojmë këtë rastin, do të thonë i vjen që kompania ka arrit dhe kështu që i vjen që kostoja fikse do të rritet për 20.000, që i bie që ne marrim vlerën. Këtë rast e kemi 220.000, koston më të lartë, është minus 20.000 rritja, që i bjen 200.000. 200.000 pjesu për minus vlera më e ulët është 150.000, i bie që 50.000 është kostoja, po folim me analizën lartë poshtë. Kurse për vlerë të prodhimit, e kemi 15.000 minus 10.000 është 5.000, edhe normalisht 50.000 pjesu për 5.000, kostoja variabile për njësi është në vlerë prej 10.000 euro.